Tani, për të përmendur shumë shkurt, po themi cili është rezultati i studimit të Eurostat sa i takon aftësive digjitale në të gjithë Evropën dhe Shqipërinë përfshirë, mund të themi që sipas dhënave të fundit Eurostat në Evropë 97% e të rinjve mes 16 dhe 29 vjeç e përdorin internetin çdo ditë, ndërsa 88% janë aktiv në rrjetet sociale. Sa i takon Shqipërisë, të dhënat e Eurostatit tregojnë se vetëm 49% e të rinjve nga 16 deri në 29 vjeç kanë aftësi digjitale minimale bazike krahasuar me po themi 73% në Evropë, 73% vajzat dhe 69% aftësitë digjitale të djemtë. E rikujtojmë edhe një herë, 49% është sipas përfundimit të Instatit, është zotërimi i aftësive digjitale nga të rinjt shqiptar që renditen ndër më të dobtit si po themi përqindje në të gjithë Evropën, duke ja kaluar vetëm Rumanisë, e cila ka edhe më poshtë se ne aftësinë digjitale tek ta të rinj në 46%. Tani që ta kuptojmë çik për çfarë bëhet fjalë Silva, unë do doja ta nisja me pyetjen çfarë janë aftësitë digjitale. Aftësitë digjitale sipas konceptit që ti ke studiuar dhe aftësitë digjitale për të cilat bën fjalë ky studim. Po, patjetër. Atëherë, në fakt duhet përmendur që është shumë e rëndësishme kjo pjesë për sa i përket strategjive të Bashkimit Evropian dhe prandaj edhe është emërtuar dekada digjitale, si më thënë, kjo që në të cilën e jetojmë, dhe ata kanë vendosur në fokusin e tyre pikërisht aftësitë digjitale, transformimin digital të bizneseve, krijimin e infrastrukturave të sigurta dhe sustainable të digjitale, si dhe digitalizimin e shërbimeve publike. Pra le të themi këto janë 4 nga qëllimet konkrete, të cilat janë shumë të rëndësishme në këtë dekadë, e cila është edhe një herë siç thash emërtuar dekada digjitale. Tani, njëra prej këtyre është pikërisht kjo, aftësi digjitale. Dhe ndoshta kur kush e dëgjon në këtë formë aftësi digjitale, mendon disa njerëz që po zhvillojnë robot në disa nuk e di, bodrume, high-tech, pra teknologji që lejon imagjinata, po në fakt indikatori i cili është studiuar këtu, pra indikatori i aftësive digjitale, është i përbërë nga 5 komponent dhe mendoj që ja vlen t'i përmendim për të kuptuar se çfarë po matet. Pra njerëzit shohin këtë lajm që aftësitë digjitale janë shumë të ulta, po cilat janë ato konkretisht? Dhe në fakt pikërisht, po masin gjëra shumë të thjeshta, në sensin që e para është një lloj literacie ose alfabetizmi për sa i përket informacionit dhe të dhënave. Dhe kjo përfshin gjetjen e informacionit për të mira ose shërbime online, kërkimi i informacionit në lidhje me shëndetin online, leximi i gazetave online. E dyta është aftësitë për komunikim dhe për bashkëpunim online. Për shembull, dërgimi i emaileve, bërja e telefonatave duke përdorur internetin, pjesëmarrja në rrjete sociale, shprehja e mendimeve në lidhje me çështje të ndryshme në rrjete sociale. E treta është zhvillimi i aftësiveve të digital content, kontenti digital, që nga krijimi ose përdorimi i softwareve që procesojnë të dhëna, procesojnë tekst si Wordi për shembull, ose që ndërtojnë ose editojnë foto, video dhe deri tek shkrimi i kodit. Por i përfshin të gjitha këto. E katërta është aftësitë e sigurisë, pra nëse ti e menaxhon aksesin për të dhënat e tua personale duke çekuar që websajti në të cilin ti po jep të dhënat e tua është i sigurt, duke lexuar atë të privatësisë për shembull, e të tjerë. Dhe e fundit, aftësitë digjitale për zgjidhjen e problemeve. Që këtu konsiston shkarkimi dhe instalimi i softwareve ose aplikacioneve, shitjet online, blerjet online, internet banking, kërkimi për një punë online. Pra, këto janë 5 zonat në të cilat maten aftësi digjitale dhe siç po jepja shembull konkret, këto ne I konsiderojmë goxha bazike në këtë sens. Dhe që ti të konsiderohesh që ke aftësi bazike, njerëzit duhet që të kem performuar të paktën një aktivitet në secilën prej atyre 5 kategorive në 3 muajt e fundit. Dhe
në këtë bazë po e bëm vlerësimin, pra është shqetësues, sepse kur ti mendon që 49% e të rinjve nga mosha 16 deri në 29 vjeç kanë aftësi digjitale bazike, mendon ok, ndoshta jemi shumë mirë sepse të gjithë janë në dhomat e tyre duke shkruar kod dhe duke rindërtuar Aplikacionet, po nuk botën është ashtu. digitale. Po. Por nuk është kështu, pra matet në disa nivele shumë bazike dhe prandaj kjo statistik ishte vërtet shqetësuese, sepse mendojmë që dërgimi i mesazheve, krijimi i telefonatave online e të tjerë janë aftësi që tani janë në popullsi dhe prandaj është shqetësuese. Sigurisht. Një tjetër gjë që tani të paktën mua personalisht, po them Silva si gazetar, më shqetësoi është përqindja e të rinjve në Bashkimin Evropian në bazë të këtij studimit të Eurostatit që kanë, po them, aftësinë që të verifikojnë informacionin që lexojnë në internet, pra të kuptojnë dhe të kenë mekanizmat, të gjejnë mekanizmat e duhur për të kuptuar nëse është informacion i vërtet ose nëse është informacion jo i vërtet. Dhe është për shembull 36% përqindja, shumë e ulët, po themi 1/3 rinj, po themi e kanë aftësinë që të mos dezinformohen, po them, kështu. Nuk e di si e shef ti këtë gjë? Në fakt, kjo është një tjetër problem i cili amplifikohet edhe për shkak të inteligjencës artificiale, duke qenë se ne po shohim që njerëzit shumë shpesh shkojnë direkt tek një large language model për të kërkuar informacion, sesa të rinë edhe të kërkojnë në Google. Më herët kërkonim që jo vetëm të kërkonin në Google apo në motor të tjerë kërkimi, por dhe të verifikonin, pra të shkonin në websajtet e duhura, të shihnin burime, të shihnin nëse janë burime të besueshme, të bënin dallimin mes burimeve parsorë dhe dytësore të informacionit, ndërkohë që tani kemi kaluar dhe në një stad tjetër që përdorim mjete të cilat nuk kanë as lloj informacioni për burimin, të paktën deri tani, sepse janë duke studiuar se si mund të ndërtohen modele të mëdha gjuhësore si ChatGPT e tjerë, Në fakt, nuk e di nëse ta kam thënë kur kemi diskutuar, nuk e mbaj mend, kur kemi diskutuar herën e kaluar bashk, që ka një diskutim për kthimin e këtyre LLM në motor kërkimi, modeleve gjuhësore të mëdha në motor kërkimi, që ta kuptojnë njerëzit, për kthimin e ChatGPT si Google-i. Pra, që ti të bësh direkt kërkimin aty dhe jo thjesht për kështu shopping online, po tamam motori vërtet kërkimi. Në fakt, motorët e kërkimit tani më përdorin teknologjitë e AI, do të thënë i kanë të përbrendësuara në strukturat e tyre, dhe ky është edhe një tjetër problem që ne po shohim që interneti gjithnjë edhe më tepër po të mbushet me informacion të prodhuar pikërisht nga këto modele gjuhësore si ChatGPT-ja dhe bëhet si shumë problem sepse vetë ato po ushqen me kontentin që e kanë prodhuar po vetë dhe është një rreth shumë vicioz kur vjen puna tek përpunimi i informacionit. Pra është vetë për large language models problem e jo më për njerëzit e rinj. Por mendoj që preke një pikë shumë të rëndësishme e gon që duhet teksuar që ekziston një lloj rëndësie shumë e madhe dhe një lloj diferencimi mes aksesit në internet dhe aksesit në mjete të caktuara ose infrastruktura të caktuara dhe aftësinë që kanë njerëzit për t'i përdorur dhe për t'i përdorur në mënyrë kritike këto mjete, këto infrastruktura. Prandaj tani më hendeku digital po studiohet jo vetëm në aksesueshmërinë, por edhe në përdorim. Dhe prandaj kemi të indikator të aftësive digjitale. Dhe duhet përmendur që nuk është automatik, pra nëse strategjitë e shteteve ose strategjitë e universiteteve, shkollave, kujt të duash, janë që thjesht hajde të ndërtojmë infrastruktura ose t'u japim akses njerëzve mbi këto gjëra, kjo nuk garanton një lloj avancimi, pra avancimi nuk është automatik. Kërkohet që njëkohësisht që ti ndërton këto infrastruktura fizike dhe njëkohësisht që ti jep akses në mjete të caktuara, kërkon që të ndërtojnë dhe infrastruktura shoqërore mbi përdorimin e tyre, përdorimin eficient, përdorimin kritik etj. Dhe këto janë struktura akoma dhe më të vështira për të ndërtuar dhe është shumë problematike. Domethënë, më kujtohet një citim nga Herbert Simon, i cili njëkohësisht ka kontribuar si në shkencat kompjuterike, si në ekonomi, ka fituar çmimin Nobel 78 mos gaboj,
Që atëherë konsideroj që pikërisht kjo pasuria në informacion krijon një lloj varfënie në vëmendje dhe një nevojë të jashtëzakonshme për ta alokuar atë vëmendje në mënyrë eficiente. Kështu që u rikthehemi po prap atyre problemeve që me avancimin e teknologjisë nuk është se i kemi zgjidhur tamam ndërtimin e strukturave shoqërore për t'i mirë përdorur. Shumë e vërtet dhe unë do rikthehem sërish tek një tjetër po them dimension shoqëror i këtij studimi të Eurostatit, tek ndarja gjinore midis vajzave dhe djemve në aftësitë digjitale. Në të gjithë Evropën, duke përfshirë edhe Shqipërinë këtu, në moshat 16 deri në 29 vjeç, vajzat kanë më shumë aftësi digjitale se sa djemt. Për Shqipërinë nuk e kam në këtë moment, besoj duhet të jetë, po për Evropën dhe besoj që një raport i ngjashëm do të jetë edhe për Shqipërinë, po për Evropën ishte 73% vajzat dhe 69% aftësi digjitale djemt. Silva, çfarë tregon kjo thyrje e stereotipeve gjinore tashmë në teknologji? Si duhet ta lexojmë, ta kuptojmë? Po, nuk e di nëse 4 pikë në përqindje përbëjnë eksaktësisht një thyrje të stereotipeve gjinore. Do me thënë, është e vështirë për ta definuar që duhet parë tamam se çfarë ndodh aty dhe duhet parë nëse le të themi ekzistojnë diferenca në grupe të ndryshme, pra është thjesht gjë siç tham që ti ke aftësi digjitale të editosh video online dhe të postosh në rrjete sociale dhe është tjetër gjë nëse ti je duke ndërtuar ose zhvilluar kod, aplikacione apo çfarë mund të konsiderojnë aftësi më të avancuara. Kështu që nuk e di nëse mund të them që po, kjo konsiston në një thyerje të balancave apo të stereotipeve gjinore në botën digjitale. Por ajo që mund të përmendim për Shqipërinë, për shembull, ne kemi bërë një studim para disa kohësh për aksesin dhe mendimet që kanë të rinjt në Tiranë në lidhje me komunitete teknologjike dhe kreative. Pasi e dim që në momentet e transformimeve të mëdha digjitale është e vështirë për institucionet klasike të edukimit që të krijojnë mjediset e duhura, pasi duan kohë që të reformohen, dhe zakonisht në këto kohë mjediset komunitare, le të themi, pra të dijes jo formale lulëzojnë. Dhe prandaj studiuam pikërisht ato dhe nuk është se të paktën në një analizë paraprake që u kemi bërë të dhënave për pjesëmarrjen në evente teknologjike, për mënyrën se si ata ndihen kur marrin pjesë etj. Nuk është se vërejtëm ndryshime, diferenca statistikisht relevante, sigurisht ka diferenca në përqindje, pra nuk është se janë 50-50 në çdo rast, por të paktën në studimin që bëm ne, nuk vërejtëm diferenca statistikisht relevante mes grave dhe burrave për sa i përket pjesëmarrjes në evente teknologjike, për sa i përket si ndihen ata kur marrin pjesë, etj. A është teknologjia në këtë sens një dimension që promovon, po themi, barazimin midis burrave dhe grave? Pra, teknologjia si mënyrë të punuari dhe të vepruari, jo si sipërmarrje? Nuk e di, është e vështirë për të thënë, domethënë mund të jetë, gjithmonë mund të jetë e tillë, por unë doja që të dilnim, domethënë unë i përkas një qasje që është kundër kësaj idesë të determinizmit teknologjik. Për mua teknologjia është shoqëria. Dhe ato trende që ne i shohim në shoqëri, si në qasjen përkundrejt problemeve gjinore, si në qasjen përkundrejt problemeve në punë, do të pasqyrohen duam apo s'duam, patjetër edhe në hapësirën digjitale. Kështu që nuk është se e shoh si shpëtim në vetvete, dhe siç po thoshim më herët, nuk është automatike, pra ndryshimi nuk është kurrë automatik. Dhe fituesi më i fundit i çmimit Nobel në ekonomi, Acemoglu, i cili e ka fituar për punën e vet me institucionet, por në fakt bën studime shumë të mira në lidhje me avancimin teknologjik, thekson pikërisht që avancimi i shoqërisë nuk është automatik për shkak të teknologjive. Kërkohen disa procese të mirëfillta shoqërore, që këto teknologji të shfrytëzohen në mënyrën e duhur për të gjitha problemet shoqërore që ne kemi dhe nuk ka për të ndodhur kur kështu, okay, erdhi teknologjia, tani çdo gjë do përmirësohet, jo.